Edmond Smiley, piloti me origjinë nga Kosova, është pallur piloti më i mirë i avioneve F-35 në forcën ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një moment historik për komunitetin shqiptar dhe aviacionin ushtarak amerikan. Avioni F-35 Lightning II, i prodhuar nga Lockheed Martin, është një nga teknologjitë më të avancuara ushtarake në botë. Ky avion luftarak shumë rolësh i gjeneratës së pestë është projektuar për të kryer sulme toksore, zbulime dhe misione mbrojtëse ajrore, duke ofruar aftësi të padukshmërisë ndaj radarëve, me një shpejtësi maksimale prej mbi 1.6 Mach dhe një rrezë veprimi prej 2220 km. F-35 përfaqëson kulmin e inovacionit në aviacionin modern. Arritja e Smileyt është rezultati i përkushtimit dhe profesionalizmit të jashtëzakonshëm. Gjatë karrierës së tij në forcën ajrore të SHBA-s, ai ka demonstruar aftësi elitare në pilotimin e F-35-s, duke tejkaluar sfida teknike dhe operacionale që kërkon ky avion i sofistikuar. Ky sukses nuk është vetëm një njohje personale, por edhe një burim krenarie për komunitetin shqiptar në mbar botën. Origjina e Smileyt nga Kosova dhe ngritja e tij në radhët e forcës ajrore të SHBA-s ilustrojnë mundësinë që ofrohet në një mjedis ku talenti dhe përkushtimi vlerësohet pavarësisht prej ardhjes. Kjo arritje shërben si një frymëzim për të rinjt shqiptar dhe për të gjithë ata që aspirojnë të ndjekin një karrierë në fushën e aviacionit ose në sektorë të tjerë të teknologjisë së lartë. Reagimet ndaj këtij lajmi kanë qenë të shumta dhe pozitive. Platforma të ndryshme mediatike dhe rrjete sociale kanë shpërndar lajmin, duke theksuar rëndësinë e kësaj arritje për komunitetin shqiptar dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare. Për shembull, portali Dugagjini raportoi për këtë sukses, duke e cilësuar atë si një moment krenarie kombëtare. Në një postim në Instagram, Albinfo theksoi se kjo arritje pasqyron përkushtimin, aftësinë dhe guximin e jashtëzakonshëm të Smileyt, duke e bërë krenar çdo qytetar të Kosovës dhe duke treguar forcën e një kombi që vazhdon të sfidojë kufijt. Përveç mediave tradicionale, edhe platformat sociale kanë luajtur një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e këtij lajmi. Videoja e postuar në TikTok nga përdoruesi Team Max 62, e cila përmban lajmin për arritjen e Smileyt, ka marrë mira shikime dhe komente pozitive, duke reflektuar entuziazmin dhe mbështetjen e komunitetit online. Në përmbledhje, shpallja e Edmond Smileyt si piloti më i mirë i avioneve F-35 në forcën ajrore të Amerikës është një dëshmi e fuqisë së përkushtimit dhe profesionalizmit. Kjo arritje jo vetëm nderon Smiley'n dhe familjen e tij, por edhe komunitetin shqiptar, duke shërbyer si një shembull frymëzues për brezat e ardhshëm.